Mungesë uji apo keqpërdorimi i tij. Kjo është çështja më e diskutuar në Tetov gjatë kësaj periudhe, derisa vazhdojnë temperaturat e larta, ndërsa për pushime ende janë një pjesë e mërgjimtarëve. Gjatë ditës në teren u pan qytetarë që me ujë të pishëm lajnë rrugët e trotuaret, si dhe vadisin hapësirat e gjelbra nëpër shtëpi. Qytetarët e anketuar shprehen se furnizimi varet nga lagja ku jetojnë. Ata e pranojnë se ka keqpërdorime të mëdha dhe kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve dhe inspektoratit komunal. Varet ku gjindesh. Varet për lagjës. Ditë për ditë e shojnë. Në bore, trotuare, ujtin, bafshin. Unë ku banoj po. Shumë ka njerëz që ka e keqpërdorin. Edhe normal do të miren masa në drejtim. Sidomos në pjesën e poshtme të Tetovës, shfrytëzohet për ujti shfrytëzohet për punë që nuk duhet shfrytëzohet. Për bafshe, për punë që më merr mendja se do të komunat marrë masa në drejtim. Ka raste shohim ku e keqpërdorin vërtet ujtin e pishëm për aditje. Nuk të përdorin ujtin industrial ose themi këto që lejnë veturat, nuk e di tash në çfarë ujti furnizohen. Po në këto vap, në këtë krizë të ujtit, do të ishte mirë me pa kursim, me pa parasysh. Veçanërisht ata që rrinë për ndërtesat e larta, se kanë probleme, ndoshta po. Nga ndërmarrja publike komunale Shari, konfirmojnë se ka ankesa për rënje të shtypjes ose mungesë uji, por theksojnë se kapacitetet aktuale janë më se të mjaftueshme. Qyteti aktualisht furnizohet me 450 litra ujë në sekond, nga 300 litra sa janë nevojat reale të Tetovës. Kemi gjendje stabile, për asaj që kemi pasur vjet dhe para 2 viteve, si mjetë kemi pak më shumë furnizim në ujë, po përsëri hasim në qytetarë dhe vende ku humbë presioni i ujit dhe qytetarët të cilët ankohen për mungesë të ujit, dhe e gjithë kjo vjen për shkak të keqpërdorimeve të shumta të cilët bëjnë qytetarët gjatë ditës dhe temperaturave të nxehta. Prandaj për këtu ju bëj apel të gjithë atyre të cilët e keqpërdorin ujin dhe vazhdojnë me vaditje apo larje të rrugëve që t'i ndalojnë, në të kundërtën do të duhet të dalim me inspektoriatin dhe të njëjtat t'i dënojnë. Bazë të asaj që duhet qytetit e Tetovës i nevojiten 300 litra ujë, ne kena për momentin 450 litra ujë në sekond dhe përsëri kemi qytetarë të cilët ankohen, atëherë vim në pikpyetje se sa litra ujë i duhen Tetovës. Në Tetov faturimi i ujit bëhet për kokë banori. Kjo bën që pjesët e poshtme të qytetit të kenë tej furnizim dhe presion më të lartë, ndërsa mungesa e shtypjes vërehet në lagjet rreth malit Shar, ku argjimi rritet ndjeshëm me ardhjen e mërgjimtarëve dhe ngritjen e temperaturave.